në këto çuditë tona të përditshme, njerëzit kanë kohë me bë humor edhe me të tilla lajme, me shpalos këtë lloj afishe në rrjetet sociale që thuhet se ka vdekur Abdullah Hoti. Fatkeqësisht na kërkojnë falje që po e qesim si lajm, po veç me tregu çka të ndodha. Abdullah Hoti është shëndosh e mirë. Është shëndosh e mirë, ju urojmë shëndet atij dhe gjithë secilit njeri e politikan. Por e pakuptueshme se si njerëzit kanë kohë me u marrë edhe me shaka pequin thojza të tilla kur i shpallin njerëzit edhe kushtësoj të vdekur, veç pse kanë bindje të ndryshme politike, ndoshta se kanë kritika të ndryshme, por nuk do të asesi t'i përzim çështjet personale dhe politike, aktivitetin politik, sepse edhe kë dhe secili politikan tjetër është aty për shkak të votës së dikujt dhe përfaqëson diçka. Sidoqoftë, në njoftimin e një faqe Lule Gjeli, që ishte një faqe në Facebook, dikon rreth 12.000 followersa, ndjekës, që nuk dihet kush është autori pronari, por kryesisht kishte lajmërime ose lajme anti-opozitariste, për them, dhe pro-qeverisë aktuale. Për krahës i lëvizjes së vendosur me shumë lajme të tilla, dhe shumë reagime, like, pëlqime, komente, shpërndarje, që për shembull ky lajm kur e kena marrë na si postim pas 42 minutave kur është postu, 110 reagime, pëlqime, 108 komente, 4 shpërndarje. Do thotë ka begi ndjekje e përcjellje nga njerëzit dhe çuditërisht edhe lajmet e tilla mirën e përcjellen ose ndjekjen. Se u futan faqe, po abnormali kemi mbi 100 shok të përbashkët. Dhe ja mënyra e të bërit lajm, ndodh edhe kjo, vdes Abdullah Hoti. Është e habitshme. Secili kena vdekjen afër, kur të vdesim. Na kena me vdes, s'ka pse me ndodh edhe kjo se s'është çudi që vdes një njeri. Por me bë shaka me figura të gjalla, kjo është definitivisht pakuptueshme, patolerueshme, edhe ndeshme se cënë etike mediale, gazetareske, edhe të jetës publike. Në tekst, në afishen që thuhet me pikëllim të thellë njoftojmë miq, shok dhe dashamirë si i dashurin Abdullah Hoti, paprit pra së ndëroj jetë me një korrekt 2026 në moshën 59 vjeçare, duke na lënë përgjithmonë të piktuar. Parrimi të ndjerit bëhet me 2 korrekt në varrezat e fshatit Zahaq. Funerali niset nga shtëpia e të ndjerit, rruga Hamz Murati në orën 17. Domethënë një shkuj kanë gjetë edhe rrugën cilën jeton Abdullah Hoti me gjas të zonës nga Vjen, nga Suhareka, Ravis, paharoj i Qasajanër. Me gjas e ka largu Enes, sepse jam të hullumtu. Sepse reaguan shumë njerëz. Postime dika tash vetëm për Albin Kurtin. Reaguan shumë njerëz gjatë ditës së djeshme, edhe ndoshta e kanë fshi, pasi që është shpërndasje e bo e madhe diçka e tillë që me diçka të tillë nuk bëhet. Jo, veç kjo është e tepërt. Edhe nuk është humor, kjo është çmenduri. Është pak hulumtim me shku me gjetë rrugën, fshatin, do të thotë dikush ka shkrim mend, e ka hulumtu pak, tani me busi lajm. Dikush kanë mendja e njeriut është e çuditshme të qoftë. 200 shok të përbashkët i kemi. 200 shok. Kush është ky person mbrapa nuk e dim. Lokacionin, bazën e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu të paktën në shtatë ka mujt me gëny. Pëlqime dhe like dhe shares për Albin Kurtin dhe kritika duke i shpallur të vdekur edhe liderët e partive të tjera. Na duhet me u fokusu shumë në këtë farfushën e kibernetikës, që me i largu faqet fake, faqet propaganduese, faqet që shpërndajnë lajme që janë me vend e pa vend, ose kinse në aspektet e humorit edhe del ke diçka tragjikomike, fatkeqësisht, po shpresojmë të reagohet edhe me faqe di që vazhdimsi ka që mbyllin faqet caktuara nga Facebooku kryesisht, jo që mirën me masa fort nga institucionet, nuk e di a marrin fort masa institucionet tona, po Facebooku e di që i mbyll kur ka shumë lajme të rreme ose edhe nuk i dihet pronësia një faqe. Sidoqoftë, sa jemi tek zhvillimet politike, po flasim pak të rejat e fundit nga aspektet e qëndrimeve politike nga aktorë të ndryshëm.
Po folim pak për qëndrimin e Vjosa Osmanit, ish presidentes, një herë është kandidat